disa arsye, ky është vendi ku më ftojnë për të bërë të tilla gjëra dhe e din si të më bëjnë të vi pa i refuzuar. Kështu që i përgëzoj për këtë. Në të njëjtën kohë, dua të them se nuk mund të thoj ajo, sepse ky moment ka të bëjë me dikë që gjithmonë më ka interesuar, kohë përpara se sa të bëheshim miq. E mora përsipër këtë rrezik të flas pa lexuar librin, sepse ftesa ka ardhur pa librin. Dhe nuk do të mbaj fjalën që djalëri i talentuar që punon me mua dhe që është shumë i interesuar për të tilla tema ka shkruar për mua, por dua thjesht të them që po të isha porositur të shkruaja një libër për ambasadorët amerikanë në këtë rajon, titulli do të ishte Fantazma dhe primadonat, dhe Fantazma është Chris Hilli, të tjerët ishin të gjithë primadona. Është mjaft e çuditshme sepse ndërsa koha kalon, primadonat zbehen dal nga dal, Fantazma jo. Emri i tij riciklohet gjithmonë, e po kështu shoqërohet me disa teori shumë tërheqëse konspirative. Më duhet ta them që kur dëgjova për herë të parë për Chris Hillin, ishte kur më thanë se kishte çuar Fatosnano në burg. Ishte një mënyrë shumë mbreslënse për të lënë pas emrin, pasi sapo kishe hyrë në Shqipëri dhe thjesht nuk ishe angazhuar në asnjë reformë, në asnjë transformim, po thjesht kishe çuar në burg dikë dhe ishe larguar. Por ka diçka që mund ta them me siguri dhe mendoj që jam i sigurt kur e them se Chris Hilli është ndoshta i vetmi diplomat amerikan që ka shërbyer si ambasador në këtë rajon që nuk e kupton Ballkanin nga distanca, por e kupton atë nga brenda, sepse ai e ka jetuar Ballkanin në të gjitha këndet e tij. Praktikisht e ka përshkuar të gjithë hartën e tij. Dhe çuditshëm, kur nuk ka shfaqur ndonjë tundim për të folur me zë të lartë, për të bërë një ndikues, për të shfaqur në për foto nga majat e maleve në brigjet e deteve të këtij rajoni. Por ka qenë gjithmonë i pranishëm si një mjeshtër pëshpëritës. Nuk di që ka pëshpëritur kryeministrave e presidentëve të vendeve ku ka shërbyer, por ajo çfarë di me siguri është që kur e kam takuar për të parë Chris Hillin, më la shumë mbres. Së pari nuk më dukej si një burgosës i njerëzve të opozitës. Dhe së dyti, më la mbres mënyra me të cilën dëgjonte. Nuk është virtyt ky i ambasadorëve amerikan për të thënë të vërtetën. Janë shumë të mirë për të folur, për të dhënë leksione, por nuk shquhen fort për të dëgjuar. Pra vjen si një super fuqi, nuk ka asgjë
nuk vjen bashkë me superfuqi, nuk ka asgjë për t'u ankuar e për tënë, sepse kur vjen nga një superfuqi, nuk dëgjon, sepse ke një luks që tjerët nuk e kanë. E ke luksin të drejqosësh edhe të thuash zhdu kututje. Arben Gjaferi dikur ka thënë diçka që jam i sigurt Krisi bie dakord, sepse i ka shtuar diçka tjetër kësaj. Arben ka thënë që popujt e Ballkanit vuajnë nga një strabizm etnopolitik që i bën ta shohin njëri tjetrin në mënyrë të shtrembër. Dhe Krisi vazhdoi në mënyrë më përplotësuese. Nuk ka sekrete në Ballkan, është një vend shumë i vogël. Por pikpyetja që vjen nga të dyja këto fjali është se në Ballkan çështja nuk ka të bëjë me çfarë ka ndodhur, por cili variant i ngjarjeve do të mbizotrojë. Dhe këtu vjen fuqia, forca edhe rreziku i ambasadorëve amerikanë, sepse apo për shkak të variantit të ngjarjeve që mbizotron. Ndonjëherë mbizotron varianti i drejtë, i duhur, ndonjëherë varianti i gabuar. Por cili do që mbizotron është ai variant dhe nuk ka asnjë mënyrë për ta hedhur poshtë. Duke kaluar në për të gjithë këtë, pyes gjithmonë veten, si mund ta bëj dikush punën e të qenit personi më i rëndësishëm në vend, sepse nuk ka asnjë dyshim që personi më i rëndësishëm në këtë vend për shumë vite ka qenë kushdo që ka qenë ambasador amerikan. Dhe siç e kam thënë gjithmonë, ti je ambasador amerikan në Shqipëri, është puna e dytë më e mirë e dikujt që është amerikan pas të qenë president, sepse këtu je perëndi. Pyetja besoj qëndron në përgjigjja qëndron tek personaliteti, tek mënyra se si Krisi bën këtë punë, me shumë distancë, me mjaft kujdes kur dëgjon dhe me shumë zot ulët. I had the chance to get to know him, as I said. Kam pasur mundësi që ta njoh shumë më vonë se sa ai më njihte mua, se kjo është gjëja e mirë e amerikanëve, mund mos t'i njohësh ti, por ata të njohin ty. Më pas patëm mundësi të shiheshim në njësë rastesh kur ai shërbente në vendin më të vështirë për një ambasador amerikan në Ballkan, sepse ka edhe një gjë të tillë, nuk është kudo e lehtë siç është në Shqipëri. Pra, në Beograd, për mua ishte e jashtëzakonshme, vërtet, mënyra se si ai u mor në atë vend dhe si mundi të formësonte në një farë mënyrë rrjetën e ngjarjeve në atë vend një periudhë kohe, në cilën ai vend do thoja ju afrua më shumë se kur asaj çka nga këndvështrimi i një Amerikani apo nga këndvështrimi i një perëndimori nuk do të ishte dëshiruar. Unë të doja vetëm që të falenderoja rektorin e çdo tjetër që mendoj të më bënte këtë nder për të më dhënë mundësinë që të ndaja disa nga mendimet e mia në këtë ngjarje. Jo si dikush që ka lexuar librin, sepse përsëris nuk e kam lexuar librin, do ta lexoj, por pastaj nuk do të kem shansin që të flas publikisht për të, sepse
ti do të jesh sërish një fantazm dhe i vetmi vend ku flet për librat është ose këtu ose në ndërtesën time. Kështu që nëse kthehesh dhe je interesuar për një bashkëbisedë më të gjatë rreth librit, në ndërtesën ku unë jam për momentin, do të isha më shumë se i lumtur që ta zhvillonim këtë bisedë, t'ju ngacmoja me disa pyetje që jam i sigurt që do t'ju përgjigjeshit me shumë sukses, do t'ju përgjigjeshit ose do t'i shmangnit me shumë sukses. Më lini ta përmbyll me një citim is here among some quotes selected by my guy. Që është këtu, është e përzgjedhur nga fjallimshkruesi im prej librit. Chris shkruante, problemi midis dy vendeve duket si një shaka në kokën e një komediani të mbrëmjes vonë. Por në Ballkan nuk ishte asgjë për të qeshur me këtë. Talking about his period of service, I guess, in North Macedonia. Besoj për periudhën e tij shërbimit, për periudhën e shërbimit të tij në Maqedoni, sot është Maqedonia e Veriut. Aty fillova të lexoja gjithçka që mund të merrja në dorë për Maqedoninë. Vërtet, shembulli i asaj çfarë Churchilli dikur tha për Ballkanin, që ka prodhuar më shumë histori se ç'mund të konsumoj. For me, it was news that this was Churchill lajm që këtë kishte thënë Churchilli, sepse mua më kishin thënë që e ka thënë Harry Fulci, një Amerikan i famshëm këtu, që u largua duke lënë pas një letër dashurie për shqiptarët, kur Amerikanëve ju desh të largoheshin të gjithë dhe ajo ambasadë që erdhët të qelni këtu në mënyrë hakmarrëse. Megjithatë, qoftë Churchill a Harry Fulci, ka një gjë që duhet të korrigjohet, Chris. Jo ka prodhuar më shumë histori se sa mund të konsumohet, por ende prodhon më shumë histori se sa mund të konsumohet. Fatmirësisht jo kaq shumë së bashku, por sigurisht në po të njëjtën mënyrë në vendet tona më vete. Fatmirësisht duke mos prodhuar kaq shumë së bashku, jemi më pak të prirur ditët e sotme për të pasur konflikte dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme, por ende nuk kemi pa ndalur së prodhuari shumë brenda vendeve tona, nuk jemi mjaft të prirur për të bërë atë kapërcimin e pjekurisë. Kështu që Chris, faleminderit shumë, faleminderit sinqerisht për atë që je përpjekur të bësh. Të takon ty që të vendosësh se sa i suksesshëm ke qenë për të ndihmuar të vende, për të ndihmuar komunitetet e politikën, kudo që ke qenë që të rriten. Për një gjë sidoqoftë jam i sigurt që askush që ka pasur shansin, pra të gjithë ata që kanë pasur shansin të punojnë me ty, nuk do të mund të të harrojnë kurrë, vetëm për arsye të mira nuk e di, por është e sigurt që ke lënë shenjën te gjithkush që ka pasur privilegjin të takoj dhe ka pasur nderin të luftojë apo të përballet me ty. Faleminderit zoti kryeministër për fjalën tuaj.